Po du me ndalë një detaj, je bashkë me Edën në vend votim, i kom pa shumë kandidat për kryetar që disa janë shku me gra, disa pa gra. Qysh është ma mirë me votu, pranë bashkëshortës apo larg saj? Realisht, kyçizoja na ka nda edhe mirë ka bon se kjo ka votu në të njëjtin vend votim me Albin Kurtin, të fakulteti juridik, ndërsa unë kisha këtu vend votimin, edhe votova, unë mendoj që më mirë është me gra, ose gratë është më mirë me burra. Ty të kanë largu prej Albinit, se s'kam pas hallin tim, se din që unë jam paqësore, po të kanë thonë më mirë larg Albin. Unë kam kënë pak i dyshim ta medalja me votu, me të vërtet se dejnë 3 natës kina festu fitoren madhështore historike të kombit shqiptar ndaj Serbisë, por vota mendoj që është shumë e vlefshme dhe insistimi e Edës më ka bon se me votu, se më ko shumë i lodhën. Kështu që unë e kam thonë në për televizion, kësaj radhe kanë e kumë mbështet publikisht, si gazetar, si publicist, mendoj që ne ftyrat publike duhet me orientu popullin edhe duhet me kallëzu kanë po e mbështesim edhe pse po e mbështesim. Unë e mbështes gjithmonë ndryshimin. Edhe kësaj radhe besoj që ka me ndodhë një ndryshim në Prishtinë, edhe besoj që në shumë komuna ka me ndodhë ndryshimi. Eda, Milaimi tha që ti e ke shty me dalë me votu, a e patë të vështirë me e shty me dalë me votu duke qenë se ka votu, a e ke pas naj mënyrë të veçantë? Pse jo nështë ata që na dëgjojnë të kopjojnë edhe i shtynë bashkëshortët me dalë me votu? Mënyra me veçantë ishte, hajde se na kanë ardhur gjithë kolegët nga Shqipëria shkojmë pinë kafe, kur u afrojmë këtu, hajde bre po votojmë mas i dolëm. Jo, vallai, nuk është ashtu. Trop po të kallëzojmë, tha, me të vërtet tha është marrë për ty mes me votu. Shumë trop ma ka thonë dhe ka thonë shumë seriozisht, edhe tani u qova thash hajt. Që kjo fjallë më ngrehi ose më bani me dalë me votu. Nuk na vy ne kryetar në asnjë komunë me shku me peruru në rrugë 10 metra, banbe që jena në fesë synetive. Një qerdhe që do të me ardhë marre, ata kryetar që shkojnë e perurojnë qerdhe, në kohën kur aja do të me konë një diçka shumë normale. Tepër normale, sot në për shkollat tona fëmijët mësojnë kushte jashtëzakonisht trana, ka 30 nxënësa në për klasë, në për podrume, në për gjithë gjë. Për këto gjëna duhet me mendu. Zonja presidente i hoqi fëmijët e vet sepse kishte tualetin përballë klasës, a vajza jote punë e madhe që ka tualetin para klasës. Do thot këto janë gjënat për cilat ne duhet shqetësohemi si qytetarë, vetëdijsohemi. Faleminderit shumë. Faleminderit, juve ishte kënaqësi. Klanet shumë, I love you. We love you too. Rikthehemi në studio, Linda, në këtë ditë të zgjedhjeve